E kontaktuar sigurisht edhe me familjen e Rështerit Bunjaku. Si është familja sot? E presin me padurim këtë gjykim? Natyrisht se e presin, familja nuk është mirë kur. Ata kanë hub në gjithë punë ditës, gjithë kush i kthehet familjes vetë. Heroi Afrim Bunjaku e ka dhënë jetën për na me qenë rahat. Po them, burrat si Afrimi e kanë kthy dinitetin, ja kanë kthy Kosovës, edhe terroristat as nuk kanë prit që ka me pas si lloj rezistencës për Afrimit edhe për shokëve. Se ka qenë një organizim shumë i mirë vetëm. Po sofistikuar dhe i mbështetur mbi strukturave shtetërore. Po me elegancë kanë kthy atë sulmin edhe kanë arritur rezultatin si dhe në stadiumin e. Dhe sa i përket trajtimit shtetëror të familjes, a kanë trajtimin e duhur, zoti Koce? Atë që e meritojnë pra familja? Mune shumë ma tepër nuk e kanë trajtimin e duhur, por në këtë fazë unë nuk kisha dash me folë, nuk e kanë trajtimin, nuk e kanë trajtimin duhur as prej policisë, as prej shtetit, por nuk është koha tash njerë. Letë përfundon këtë gjykim, kur të vjen koha unë do të lasë. Dhe me qenë se po e shtrejë një pyetje sa i përket provave, zoti Koci, keni pa shumë, i përmendet i pata dhe vetët, to i komentuat edhe ju. Provat të cilat janë mbledhur, qoftë nga droni, qoftë nga krehja e zonës. E zonës, kamera që kanë qenë në rrugë. Çfarë kanë treguar, pra, ju jeni më afër procesit, pra çfarë kanë treguar? Kanë treguar se aty ka pas përgatitje serioze për këtë akt. Edhe gjitha provat çojnë deri në përfundim që është planifikuar që ajo pjesë e Kosovës shkëput edhe t'i bashkangjitat Serbisë. Pra thjesht me marr edhe me fut në kontroll veriun e Kosovës dhe me ja bashkangjit Serbisë. Dhe kjo është pamundsuar pra prej strukturave shtetërore të Kosovës. Ekskluzivisht prej policisë Kosovës, mbështetur prej Agjencionit Kosovar të Inteligjencës. Pra, ekskluzivisht. A i bie kjo zoti Koci pra që thonë ta anglezët learn a lesson, thënë mësoj mësimin, e kanë mësuar mësimin kundërshtarët pra për çëse rastesh në bindjen tuaj. Tash, bindja jam është kjo, ne duhet të jemi gjithmonë të përgatitur që ka mundet me pas sulme të tilla. Unë madje edhe me një postimtimin kam propozuar që duhet ta fusim obligimin e detyrueshëm ushtarak. Nuk pres që me kaq e kam përfunduar edhe pse e kanë mësuar mësimin e vet. Serbia, sidoqoftë na duhet me qenë përgatitur, sa më i përgatitur jeti për luftë, gjasa dhe më të mëdha për paqë. Kur e din armiku që je i përgatitur, nuk e fillon hiç. Ata edhe mendoj që në këtë fazë ne duhet edhe me rrit buxhetin për FSK-n, edhe për policinë, edhe për Agjencionin Kosovar të Inteligjencës, i cili funksionon në veri në kushte shumë të vështira.